Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke u shoqëruar me kodin moral njerëzor dhe human që determinon praninë e vlerave njerëzore, qoftë në raport me njeriu, qoftë në raport edhe me krijesa të tjera. Në javën e kaluar kemi filluar të flasim në kuadër të këtij kodi moral për respektimin e një grup moshe të caktuar ose një grupi nga shoqëria që në caktuar, por që i ka veçuar Allahu xhelle xhelaluhu. Kemi filluar të flasim për respektimin e mysafirit, apo siç do duhej me kuptu respektimin e vizitorit, ai që na viziton, por më shumti i flan dhe kuptohet si terminologji autoktone, musafir, si t'ja ndryshojmë e prishmi ata që njihet në shoqëri. Edhe pse pra fjala, nocioni mysafir është terminologji kuranore, fetare, edhe s'ka nevojë me e ndryshu për shkak të kohës, sepse kështu populli jonë e njeh. Në javën e kaluar kemi folë pra për musafirin, mikpritjen e musafirit, çfarë thot Allahu xhelle xhelaluhu për vlerën e musafirit e të ngjashme çështje që i kemi trajtuar. Prandaj duam që edhe në këtë ligjërat vazhdojmë me disa prej këshillave në raport me respektimin e musafirit. Të ndershëm vëllezër, çështja e mikpritjes së musafirit ka qenë breng e të parëve tonë. Kur po them të parëve tonë, nuk e kam fjalën për gjeneratat e arta, për sahabët e tabiint. Kam folë në javën e kaluar për ta, por e kam fjalën për gjyshërit, stërgjyshërit tanë dhe t'jujt. Breng e kanë pas musafirin, gajle, preokupim. E qysh mujna me kuptu që ta, kemi thanë se oda është ndërtu specifikisht për musafirin. Oda, si objekt i aneksum për shtëpis, ose një dhomë mrena në shtëpi, dhoma e musafirit, ose oda e musafirit, që shtu i kanë thonë. Dhe gjithmonë është kujdes dikush, vazhdimisht pastrim ditor për ardhin e musafirit. Kjo ka qenë breng, kjo ka qenë pra kujdes ma shumë të them, sepse kjo jep me kuptu që numër 1 ka pas vizitor, ka pas zjarete, ka pas vizita, ka qenë kushtimisht, po thëmë, si që të popullit dyanja, mirë edhe marë. Nëse kesha parashtru në një pyetje hipotetike, ama shumë dhëtë me pas musafir sot anë të kalunën. Praktikisht dhëtë me pas sot. Pse dhëtë me pas sot ma shumë musafir? Se kushtet i kena më të mira. Mundësit për me shku të miku i kena më të mira. Rrugët janë më të mira. Telefonin e kemi, i themi pritna se erdhëm. Po qysh është gjendja? Gjendja është më zvet. Gjendja është s'po na vje kërkush, as pi shkojna kërkuj. Madje edhe po flitit kjo. Ndër bisedat që flasëm, sikurse unë me juve, ju me neve, bashkarisht, hoj pyethamun e mikit, as mos hajde as po të vi. Veç që kjo veç burri nuk është. Krejt kohë që kjo veç burri nuk është, se për islam tani s'po flas, po burri nuk është kjo. Vëllezër, une e kum mendu me thonë edhe këtë fjalë që ka hup fjala bojrëm, a ka bojrëm. Këta trit nështë ta kanë problem, i kuptu do të terminologji të reja, po unë pja kujtoj gjeneratës të mesme edhe pak më të vjetër. Është një në bërë fjala bojrëm, a ka bojrëm, është ndëgju dhe ka qenë fjale këndshme. A penini ju që të fjallën bojrëm mo këto viteve të fundit? Sigurisht se jo, ose shumë rrallë. Pra të ndershëm vëllezër, po tani pse po çuditemi, pra pare kemi bë boll, edhe pasuni boll, po kënaqësi nuk ka. Pra, secila prej këtyre vlerave që na e kemi quajtur
kodi i mirësjelljes, ne I merr këto benefitet e vlera, kënaqësinë. Musafiri vëllazër, përveç sevapit, kemi folë për sevapin, do të flas edhe tash, përveç shpërblimit, musafiri është relaks vëllazër. Musafiri është relaks, të relakson. Ti mundesh me kanë për shkak një gjendje jo të mirë, secili kemi shqetësimet, sidomos në këtë kohë po flas, jo në kohën e kaluar, që ata gjithmonë I kanë të gatshëm me prit musafirin, po sot për shembull stresi, angazhimi, lodhja, ardha e musafirit stopon për një periudhës të ngarkesës, të qet me një stad tjetër. Vjen një person të ngushëllon, të flet, të relakson, që është realiteti. Prandaj vëllazër, unë me pak fjalë kisha thënë, më mirë është me rikthy aspektin dhe vlerën e musafirit se sa me neglizhu. Se në halaj kem të freskëta odat, halaj kem të freskëta kujtimit e musafirëve. Unë s'po them që krejt jem tash pa musafir, po shumë rrallë. Shumë rrallë. Prandaj, më mirë është me rikthy sepse vlerat janë shumë të mëdhaja, e unë po e filloj me këtë hadith që I ndëgjuar, po ka nevojë të ripërkujtohemi me te. Është një sahabie Bushurejh al-Adawi, thot, kështu e ka titullu thonin e pejgamberit alayhis salam. Thot, veshët e mi e kanë dëgju, edhe sytë e mi e kanë pa pejgamberin alayhis salam duke e thënë çet hadith. Me yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizata. Ai që beson Allahun, edhe ditën e gjykimit, le t'ja jap hakun musafirit. Ai që beson Allahun. Formulimi I hadithit vëllazër është shumë I rëndësishëm. Ai që beson Allahun, edhe ditën e gjykimit, le t'ja jap hakun musafirit. I than, oj dërguri I Allahut, po cili është haku I musafirit? Tha, një ditë e një natë, 24 orë. E pastaj tha, vazhdoi dhe tha, Wadiyafatu thalathatu ayyam. Kurse mikpritja e musafirit është 3 ditë. Fama kana wara dhalika fa huwa sadaqa. Çka të rrin musafiri për tek 3 ditëve është sadak për nikoqirin. Këtë hadith e kanë nxjerrë Imam Buhariu edhe Muslimi. Këtë hadith po dojna me përpunu sot për të nxjerrë disa dobi, do thot për vlerën e goditjes së musafirit. Pra të ndershëm vëllezër, çështja e musafirit është çështje hynore, është pozitë hynore. Zoti xhelle xhelaluhu e ka ndarë për shkak të vlerës. Musafiri mund me qenë I ndryshëm, mik I shtëpisë, këshi, fëqi, mund të jetë I afërt, po mund të jetë edhe kalimtari I rastit. Secila pjesë ose secila kategori e ka pozitën e vet. Po në mënyrë të përgjithshme, do thotë që ky hadith, që kjo fjalë e pejgamberit alayhis salam e definon çastin që duhet me pas nikoqirin në raport me musafirin. Kush e beson Allahun edhe në ditën e gjykimit, le të jap hakun musafirit. Që I bie se mikpritja e musafirit është tregues që personi I ka punë të mirë me Allahun, e beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Pra, mikpritja e musafirit është sinjal, është pra një tregues I besimit në Allahun xhelle xhelaluhu dhe në ditën e gjykimit. Po ashtu përfitojmë nga kjo thënie e pejgamberit alayhis salam, sikur dën thot pejgamberi alayhis salam, ai që beson Allahun edhe ditën e gjykimit mos ta lën musafirin në rrugë. Ai që beson Allahun edhe ditën e gjykimit mos ta lën musafirin në rrugë. Që kuptimin e dytë që mundu me nxjerr, e kum nxjerr prej praktikës të parëve tonë që unë I kum rri. Sidomos në stinin e dimnit, vëllezër, sidomos po flas në për fshatra. Po flas në për fshatra ku është ditë, domthon mikpritja ka qenë më e njohur, më e madhe, më e gjerë, për shkak të ndoshta të kushteve në të kaluarën, kanë dalë njerëz në mënyrë ekskluzive, kanë hecë për fshat në mramje, në përftoft, me këshyrë, mos ka me dikush në rrugë, me strehu.
E ata sigurisht e kanë 100 hadith, e kanë 100 fjalë pejgamberit alayhis salam. Kush e beson Allahun në ditën e gjykimit, le të jap hakun musafirit. E i kanë një komentet e hoxhallarëve që hoxhallarët ju kanë thonë që musafirin duhet me strehu, duhet me respektu nëse të ka hin konak. Po edhe nëse ndëgjon që po lyp konak, kërkon konak, apo mbon dikush konak, se atëherë vëllezër, po flasmi para 50 viteve, 60 e tutje, s'ka pas hotele. Hotele pak ka pas në qytete, fshatra s'ka pas. Vetëm stacione, bujti kanë qenë, hanet. Hani e lezit, e lez hani i filanit edhe filanit. Këto kanë qenë bujtina, cilat njerëz në qatë rrugë kanë frekuentu, edhe kanë bujt aty, kanë qenë si bujti. Kanë qenë me gjithat këto pak, por në çdo fshat, edhe pse ka pas shumë oda, ata që i kanë prit musafirët jenë kanë pak. Pak jenë kanë. Pra, gjithmonë ka pas kategoritë njerëzve të ndryshëm, por ata që kanë qenë shpjanika, ata kanë prit musafir, e kanë lanë gjithmonë hodën, hap, për musafir, kalimtar të rastit, ose që i ka zonë mbrëmja e kështu me radhë. Prandaj, edhe kjo është një mësim që i nxjerrmi nga ky hadith. Po ashtu pejgamberi alayhis salam po na thotë se i pyetur, o i dërguari i Allahut, cili është haku i musafirit? Çfarë haku kemi? Haku kryesor është me gostit 24 orë. Jo veç me bë gjumin edhe hec me shtëpi, sepse musafirin atko ka hecin kom. Pra, me gostit, me siguru bujqen, me fjet, po të nesër me nai mu qetësu, mu relaksu, mu terë, se sidomos dimnit bora vëllezër, nuk jem të full para 5-6 shekujve që ka ndodhur në vendin tonë, para 20-30 viteve, 40 viteve, 5-6 muaj ka pas borë pa ndërprej. 2-3 muaj nuk u shkri bora kur. Edhe në rafsh, se s'po flas për bjesht, edhe në rafsh. Edhe njerëz që kanë hecë kryesisht në kam, jenë lag. Pra, kanë pas nevojë me bujt edhe muter. E tash, pi mikpritjes që ja kanë bën, gjyshet tona dhe t'jujat, ja kanë marrë musafirit teshat, ja kanë terë, ose ja kanë pastru, e kjo ka dasht kohë. Për atë arsye, këtu ka në hadith, pra, sipas mendimit shumicës absolute të juristë dhe musliman është obligim, farz, me gostit muslimonin 24 orë. Me përjashtim, nëse ai don me shku më herët, është e drejtë e tij. Por 24 orë si të na hin konak, e kemi obligim me gostit musafirin. Pastaj ka thonë, mikpritja është 3 ditë e 3 net. Edhe për këtu ka divergjencat e dietarë. Pra, e majtëm 24 orë, e tash thonë dietarët, disa thonë është obligim me vazhdu më shumë se, do thotë 1 ditë e 1 natë, sepse po vazhdon hadithi, me gostit 3 ditë e 3 net, disa ka thonë, kjo është e mirë. Qysh i kishë ranet? I ki ranet? Mirë. Mas 3 ditë e 3 nete, s'kem kur farë obligimi. Në muj shumë e majmë, mës muj shumë e përcjellmi ose i bëjmë një zgjidhje tjetër. Edhe që kjo realitet o vëllezër është sjell në vendin tonë, ose thonë më mirë, ka qenë fakt në vendin tonë, ju kisha lut vëllezër, ngushtoni safat, sa më shumë edhe hajdi më përpara se nuk ka sot vend për jashta, për shkak se ka borë, mundësisht sa më shumë gjeshni safat, qysh të vini ulnu, qysh të vini qashtu, me radhë dhe sevapin qështu e keni, e dini që nuk ka mirë mi kalu safat, vjeni funi del për para, nuk është mirë me i bezdis. Gjematin, po gjematin, në ti në gjesh safat, tjerë ulen qashtu qysh të mërin gjemi. Pastaj të ndershëm vëllezër, duhet me kuptu që çështja e musafirit po është vlerë hynore. Siç tham, Allahu xhele xhelalu na ka porosit me respektu musafirin, me gostit musafirin, me eneru musafirin, dhe në anën tjetër është vlerë humane dhe njerëzore. Në të kalunën ka qenë me shpëtu jetën e njerit, me i bë konak dikuj, u kanë me apështu jetën, sepse s'ka pas ku me fjetë, sepse i shmërdhin, vdes për të ftoftit. Pra, është shpëtim jetën përveç që ka qenë respekt. Sot i kemi bë kushtet vëllezër. Nështë raste shumë të ralla mund me kanë që mund më rreziku dikush, mund me rreziku jetën nëse si bëhet konak. Për shkak se
kanë ndryshuar rrethanat, kanë ndryshuar kushtet, elhamdulillah, mirë përgjithësi, mirë, po ligji si ligj nuk ndryshon. Ligji i musafirllakut nuk ndryshon. Pra, çështja e kalimtarit të rrugës ose të rastit, ose ai që quhet në gjuhën e Kuranit Ibn Sebil, kalimtar. Ai është rasti rrallë që mund me ndodhen këtë kohë për raste të rralla. Mirë po, puna e musafirit, e mikut që të vjen, kjo vazhdon, nuk ka ndërprerje, sepse kemi miq, kemi vëllezër, kemi kojshi, kemi etafër, kjo duhet me vazhdu të ndershëm vëllezër. Kemi folur në javën e kaluar që kjo çështje është zbeh, mirë po ne çysh pe mësojmë fen në segmente tjera, e mësojmë edhe këtë segmente, dhe kjo është arsyeja që ne po i ripërkujtojmë edhe vetveten, po edhe të tjerë, se unë jam i vetëdijshëm që secilin për ju me pyet e din terminologjinë, emrin e musafirit, edhe e din temën e musafirit, po kemi nevojë me përkujtu njëri tjetrit, këtë vlerë duhet me ringjallë, se është zbeh, e për mos me thonë që është humb, por është zbeh. Dhe e kum thonë ndoshta të kalunën, edhe uroj që të mos jemi i gabuar në ato që e kum thonë, se ndoshta një rezultat shumë i madh i hapjes së kafeneve, kafeve, të shumta është braktisja e musafirit. Mshelja e odës ka determinuar me hap kafën. Unë çështu ku mujt me kuptu, uroj të mos jem gabim, po çështu ku mujt me kuptu. Mbyllja e odave edhe pamundësia m'ia dhon hapun në shtëpi, jenë hap kafenet. Derisa të shojmë musafir në shtëpi, nuk ka vend në kafe. Si do të qoftë, si do që tjetë, ne pra ta kuptojmë që çështja e musafirit pra është çështje me vlera që duhet me rujt. I kisha përmend kalimin të disa edukata çysh duhet me mikprit musafirin. Në radhë parë vëllezër, musafirin duhet me prit me buzëqeshje. Pra sepse kemi musafir, vazhdojnë të vinë ata dhe vazhdojmë ne të shkojmë, por musafiri dën çehre vëllezër. Gjithmonë kanë thonë kështu. Edhe në të kalunën ku s'ka pas, kërkush nuk shkon me hangër dikun, shkon me kënaq dikun, shkon me nda një gëzim me dikun, madje shkon me shpreh një ngushëllim dikuj. Pra çehre do të më dhon musafirit. Pavarësisht gjendjen tonë që është e ki, edhe nëse je i smut, edhe nëse ki krizë, edhe nëse ki probleme, pra që shka në hadithin e sakt, me i buzëqesh vëllaut tonë fytyrë sadak. Pra, kështu do thot e mikpret mirë musafirin. Gjithsesi që edhe mikpritja e mirë, respektimi i mirë i musafirit është shumë i rëndësishëm, këtu po du me inkorporu një sfidë të kohës, një telashet të kohës, një ankesë të kohës, siç po thojnë, sidomos të moshunit, po thojnë hoqë s'ka mit me shku kërkon, se ku po shkon, secili telefonin në dorë, edhe ti flet, ai me telefon, ja nisni 2-3 llafe, aja fet në telefon, edhe po duhet me lypizën. Çik është realiteti i kohës, e çik jo vëllezër, nuk është respektimi i musafirit. Vjen musafiri, mundet një prej anëtarëve të familjes me kon më i lidhur me telefon, me termine, ai mirret me ta, po jo dhe të gjithë. Vëllezër, gjithmonë ka qenë kjo, pja kujtoj e rinis. Noda, o dit ai që qet ujë, ai ka net në kom ka net, vazhdimisht për musafir. O dit ai që qet çaj, që ka shërbimi me bukë, që shekun përmen javën e kalune, kur ka hi musafiri nod, nuk o pyet, a ke hangër, as ke hangër. Hapi parë që është bën ju ka afru ushqimi, qoftë mëngjes, qoftë në drejkë, qoftë në darë, tani kanë vazhdu bisedën. Që kjo ka qenë realiteti. Por sot, e para, hapi parë që afrohet musafirit është telefoni. Prandaj vëllezër, duhet me ndryshu këtë çësje. Nuk është çësje e mirë. Unë kam dëgjuar pi dietarëve të kohës që flasin, pi mos respekti të prindit është, në prani të prindit, ti me përdor telefonin. Nuk është respekti i prindit. Pra, jeto e ketë shtrajtu prindin, je shku me vizitu prindin, je ur para prindit, edhe me telefon dorë. E lere mo musafirin. Prandaj të ndershëm vëllezër, është mirë me pas në konsiderat këtë çështje. Gjithmonë që e ka shumë çka për të fol
për çështjen e mikpritjes së musafirit, por mesazhi im është të ndershëm vëllezër se kjo është ligjërata e dytë dhe me këtë e përmbyllim si temë, pra ta e kemi konsiderat se ringjallja e vlerës së musafirit i bie që për respektojmë një parim hynor, një porosi të Allahut xhelel xhelalu. Për respektojmë një faktorin njeri, po i ringjallim vlerat tona, përveç fetares, përveç fetarisë, edhe aspektit tradicional edhe kombëtar që jemi ne. Po të gjitha këto të ndershëm vëllezër na bojnë profilizun edhe me nder. Allahu na mundsoft me i respektu musafir, me i dashur dhe me i nderu, edhe të afrohemi te Allahu dhe krijojmë kështu edhe vlera humane dhe njerëzore. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Elhamdulillah.